Kur mendojmë për dikë që punon në shërbim, çfarë na vjen ndërmend? Shpesh, një imazh, mbase pak i thjeshtuar apo jo? Ndoshta edhe pak i nënvlerësuar. Po sikur pas asaj uniforme të fshihej një nga profesionet më komplekse dhe sinqerisht jetike për ekonominë e një vendi. E po, pikërisht për këtë do të flasim. Mirë se erdhët në këtë analizë, ku do t'i japim një kuptim krejt të ri profesionistit të shërbimit. Okej, ja si do ta zbërthejmë këtë temë sot. Së pari, do të shkojmë përtej konceptit të thjesht kamarier. Më pas, do të shohim pse ky profesion është një shtyllë e vërtet për turizmin. Do të zbulojmë bazat e një shërbimi elitar, ato që quhet metoda STAR, do të flasim për artin e komunikimit dhe përshtatjes, dhe në fund do të kuptojmë vlerën e vërtet të këtij profesioni. Atëherë, le të futemi pjesës së parë. Do të flasim për diçka që duhet ta tejkalojmë, konceptin kamarier. Le ta pranojmë. Kjo fjalë përdoret shpesh për të përshkruar një mori rolesh, duke futur një profesion të tërë në një kuti të vogël. E po, është koha të hapim atë kuti. Ja ku e kemi ndryshimin bar dhe zi. Nga njëra anë kemi fjalën kamarier, shpesh e lidhur me një klishe, një punë kalimtare, diçka që bëhet sa për të kaluar kohën. E nga ana tjetër kemi realitetin, stafin e shërbimit profesionist. Këtu flasim për një karrierë të mirëfillt, që kërkon aftësi, që është thelbësore për biznesin dhe për gjithë ekonominë. Pra, nuk është thjesht një punë, jo, është një profesion. Po pse është kaq thelbësore? Sepse e gjithë industria e shërbimit, veçanërisht sektori që njohim si HoReCa, pra hotele, restorante, kafene, nuk është thjesht një pjesë e turizmit. Mendojeni si motorin që vën në lëvizje gjithë makinën. Çdo kafe servirur, çdo dhomë hoteli e rezervuar, çdo pjatë e shijuar, të gjitha këto përkthehen në para, në të ardhurat direkte për ekonominë e vendit. Por këtu kemi një problem, një farë paradoksi në fakt. Vitet e fundit kemi parë investime të jashtëzakonshme në infrastrukturë, në hotele, në restorante, kuzhina është bërë art, por shpesh pika më dobët, sfida më e madhe, mbetet shërbimi. Mund të kesh hotelin më të bukur në botë dhe ushqimin më të mirë, por pa një shërbim profesional, gjithçka bie poshtë. Shërbimi është tamam si ajo ura që lidh produktin fantastik me një përvojë që njerëzit nuk e harrojnë kurrë. Okej, e tham që ky është një profesion serioz. Tani, le ta çojmë bisedën në një nivel tjetër. Do flasim për rolin e tij si shtylla e turizmit kombëtar. Dhe këtu nuk po flasim më për suksesin e një biznesi vetëm. Jo, po flasim për imazhin e një vendi të tërë në sytë e botës. Për të kuptuar dimensionin, hidheni një sy kësaj shifre, 2.3 milion. Kaq vende të reja pune u krijuan në industrinë e shërbimit në Shtetet e Bashkuara në vetëm 6 vjet. Sigurisht, ai është një treg gjigant, por kjo shifër tregon një trend global. Kudo ku turizmi lulëzon, ky sektor shpërthen. Kjo na jep një ide të qartë për peshën e madhe ekonomike dhe rëndësinë strategjike që ka ky profesion. Por, ka edhe një anë tjetër të medaljes. Pas atyre milionave vendeve të punës, fshihet një kosto njerëzore. Dhe kjo shifër tjetër është goçatronditse, 22%. Ky është rreziku i shtuar i infarktit për njerëzit që punojnë në këtë industri për shkak të stresit jashtëzakonshëm. Kjo na tregon se sa punë kërkuese është në të vërtetë, jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht. Dhe pavarësisht gjithë këtij presioni, pikërisht këtu qëndron fuqia e vërtetë e këtij profesioni. Mendojeni kështu. Shërbimi i shkëlqyer është forma më e pastër e marketingut ball për ball. Një përvojë pozitive bën që turistët të kthehen e kjo rrip të ardhurat. Por kujdes, e kundërta është po aq e vërtetë. Një shërbim i dobët është antireklama më e keqe, që dëmton jo vetëm biznesin, por reputacionin e gjithë vendit. Në fund të ditës, çdo profesionist shërbimi është në fakt një ambasador i vendit të tij. Mirë, deri tani folëm për rëndësinë dhe sfidat. Pyetja logjike është, si arrihet një shërbim i shkëlqyer? A është thjesht talent apo intuit? Jo, nuk është vetëm kaq. Ka një metodologji. Dhe pikërisht këtë do të shohim tani, një kornizë praktike që shërben si themeli i një shërbimi elitar, diçka që mund të mësohet e të përsoset. Dhe ja ku e kemi. Metoda STAR. Është një akronim shumë i thjeshtë për tu mbajtur mend, por tejet i fuqishëm. S qëndron për Smile and Greet, pra buzëqesh dhe përshëndet. Ky është kontakti i parë, ky vendos tonin. T për Take Ownership ose merr përgjegjësi. Kjo do të thotë që nga momenti që një i ftuar hyn, përvoja e tij është në duart e tua. A për Attention to Detail, vëmendje ndaj detajeve. Këtu bëhet dallimi mes një shërbimi okay dhe një shërbimi wow. Dhe së fundmi, R për Reach Higher, pra aspiro për më lart. Mos u mjafto me minimumin, gjithmonë syno të tejkalosh pritshmëritë. E dini si thonë, për shtypja e parë nuk ka shans të dytë, dhe në këtë profesion kjo është absolutisht e vërtetë.
Paraqitja profesionale është thjesht e panegociueshme. Para se ta hapet goja për të thënë një fjalë, uniforma, pastërtia, mënyra si qëndron, gjithçka flet. Ky është themeli mbi të cilin ndërtohet e gjithë përvoja. Dhe kur themi vëmendje ndaj detajeve, e kemi fjalën për diçka pothuajse kirurgjikale. Shikoni pak këto standarde. Uniform e pastër dhe e hekurosur perfekt. Flokët të rregulluar, thojt të shkurtër e të pastër, higjiena maksimale, bizhuteri minimale, edhe tatuazhet duhet jenë të mbuluara. Mund të duket e egzageruar, por nuk është. Këtu nuk ka vend për kompromis. Çdo element i vetëm tregon respekt për veten, për profesionin, për vendin e punës dhe mbi të gjitha, respekt për të ftuarin. Okej, standardet e paraqitjes janë thelbi, por ato janë vetëm fillimi. Janë si shkenca e këtij profesioni. Tani do të kalojmë tek arti. Arti i komunikimit dhe i përshtatjes. Këtu gjërat bëhen më komplekse. Kjo është pika ku një shërbim korrekt kthehet në një përvojë të paharrueshme. Fjalët kanë fuqi të jashtëzakonshme. Ato formsojnë realitetin. Shikoni pak të krahasim. Të thuash mirëmëngjes në vend të çkemi. Kënaqësia ime në vend të pa problem. Dallimi duket i vogël, por nuk është. Është një ndryshim i tërë mentaliteti. Dhe ndryshimi më i rëndësishëm nga të gjithë është ky: të ftuar, jo klient. Një klient vjen dhe blen diçka. Një i ftuar mirëpritet, nderohet dhe për të kujdesemi. Ky është thelbi i mikpritjes. Dhe kjo na çon tek një koncept tjetër, tejet i avancuar, elasticiteti. Çfarë është kjo? Është aftësia mjeshtrore për të ndjekur të gjitha rregullat që tham, por edhe për të ditur kur duhet t'i përshtatesh. Asnjë ditë nuk është njësoj, asnjë i ftuar nuk është njësoj. Të jesh elastik do të thotë të dish të lexosh situatën dhe të veprosh në mënyrën e dur, pa e ulur kurrë për kurrë cilësinë e shërbimit. Më pëlqen shumë që shprehje sepse e ka perfekt iden. Stafi i shërbimit duhet të jetë një kameleon dhe të lëviz drejt si një gjarpër. Çfarë do të thotë? Kameleon sepse duhet të përshtatet me mjedisin, me humorin e të ftuarit, me dinamikën e tavolinës, dhe gjarpër sepse lëvizjet duhet të jenë elegante, të sakta, efikase, pa bërgjurmë, duke zgjidhur problemet pa i vënë re kush. Dhe kështu, kemi arritur në pjesën e fundit, ku do të mbledhim të gjitha fijet bashk. Kemi parë që ky profesion është shumë më tepër se një stereotip. Kemi parë që është jetik për ekonominë dhe kërkon një sër aftësisht të jashtëzakonshme. Tani, është koha të flasim për vlerën e tij të vërtetë. A është menduar ndonjëherë se sa shumë profesione fshihen brenda këtij profesioni? Një profesionist shërbimi është pak si një mjek kur sugjeron një pjatë më të shëndetshme apo pyet për alergjitë. Është pak si një psikolog kur duhet kuptoj menjëherë humorin e një tavoline dhe të përshtatet. Dhe sigurisht është marketingu më i mirë i mundshëm, fytyra njerëzore e markës. Pra, le ta heqim nga mendja idenë se kjo është një punë pa të ardhme. Përkundrazi, është një karrierë e garantuar, ofron potencial të lartë për të ardhura, ka plot mundësi për të rritur e për të bërë menaxher, zhvillon aftësi komunikimi që vlen flori në çdo fushë të jetës dhe ka një treg pune që nuk mbyllet kurrë. E dini çfarë? Në ndikimin që ka në mirëqenien tonë të përditshme, është po aq jetik sa një mjek, një gjyqtar apo një polic. Dhe kështu arritëm në fund. Pyetja që mbetet për të gjithë ne është kjo: pasi kemi parë gjithë aftësitë, stresin dhe vlerën e jashtëzakonshme që përfshin ky profesion, si do të ndryshojë këndvështrimi ynë herën tjetër? Herën tjetër që të jemi në një restorant apo hotel, ndoshta do ta shohim personin përballë jo më thjesht si një kamarier, por si një profesionist i zoti, një ambasador dhe një pjesë kyçe e gjithë përvojës son. Faleminderit që më ndoqët.